në Gramsh së bashku me kryetarin dhe me përfaqësues të zonave të mbrojtura të bashkisë së Gramshit, shërbimi pyjor dhe të fundit, po jo nga rëndësia, batalioni i Këmbësorisë së Jugut në Poshnjë që gjithmonë gjendet pranë bashkive, jo vetëm në raste fatkeqësisht, po edhe gjatë periudhave ku ne përpiqemi të rehabilitojmë këto zona. Siç e dini, Gramshi ka njohur gjatë verës zjarre masive, është prekur gjërësisht dhe ka qenë bashkia e vendit më e prekur nga zjarret masive. Dhe ne kemi vënë një synim vetes që të mbështesim çdo iniciativë të bashkive të prekura nga zjarret për sa i përket ripyllëzimit, rehabilitimit të pasurisë natyrore. Këto male këtu dhe gjithë kjo bukuri natyrore na krijon detyrën që jo vetëm ta mirëmbajmë, po edhe ta pasurojmë. Ndaj kemi ardhur sot këtu që në orët e para të mëngjesit dua të falenderoj të gjithë ushtarakët që kanë dhënë nga koha e tyre sot, pavarësisht se mund të ishin me leje apo në rrethana dhe ambiente familjare, sikundër dhe kryetarin e bashkisë, i cili ka bërë bashkë jo vetëm stafin e tij, po edhe bizneset të zonës. Shumë faleminderit ministër, dua t'ju falenderoj personalisht për gjithë angazhimin që keni marrë që në momentet e para që ne psuam atë fatkeqësi nga zjarret. Faleminderit për ndihmën që keni dhënë që në momentet e para bashkë me forcat e armatosura, me ndërhyrje si nga toka ashtu dhe nga ajri. Bëm më të mirën atë kohë, do bëjmë më të mirën edhe në këtë kohë që është koha e ripërtëritjes dhe rikthimit në normalitet, jo vetëm të banorëve të jetës atje, por edhe të jetës së pyjeve. Kjo është i nisëm e bashkisë. Dua ta them që është dhe fal iniciativës tuaj në komunikimet që ne kemi patur për ta ndërmarrë këtë nisëm dhe ja ku jemi sot. Na janë bashkuar edhe operator privat, subjekte private. Duhet t'i bëj thirrje edhe subjekteve tjera, por edhe dashamirësve tjerë, gramshot ose jo, të bëjnë pjesë e kësaj nisme dhe të kontribuojnë sadopak për rivitalizimin e pyjeve të zonave tona të prekura nga zjarret. Shumë faleminderit edhe një herë dhe gjithë trupës forcave të armatosura. Faleminderit gjithëve, na ecim mbar.